Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Sot do të përgatisim gurabie të buta me shije limoni, ose mund t'i quani dhe biskota të buta. Është një recetë tepër e shijshme dhe e lehtë në përgatitje, gjithashtu me pak përbërës. Rezultatin mund ta shihni dhe vetë. Dalin pambuk të buta. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Një tas të thellë thyem 2 vezë. Vezët që unë kam përdorur janë mesatare. 400 gram qumësht të kondensuar. Është nga ky lloj qumshi me sheqer panda. Nëse doni ta zvendçoni me sheqer, mundeni një gotë ujë plot me sheqer, një gotë të vogël të çajit, 100 ml me qumësht. Pra do e zvendçoni me qumësht dhe sheqer. 100 gram djaltë në temperaturë dhome, pra është zbutur, vorren e 2 limonave. Hanim vetëm pjesën e jashtme që ka ngjyrën e verdhë, pra ajo të bardhën që mos të kenë hidhërim. Langun e 2 limonave, afërsisht 100 ml lëng limoni. Mos keni hiç merak, nuk do dalin shumë të tharta, shija do jetë perfekte. Vanilje, çfarë të keni në shtëpi. Do vazhdojmë ta përzijim mirë. S'keni hiç merak sepse gjalpi do ngelet i patretur, është i zbutur pra nuk është i shkrirë. Trazimit me miellin do shpërndahet. Mu desh 550 gram me miell farina që fryhet vetë. Nëse do përdorni miell të zakonshëm, do shtoni dhe 2 lugafeje plot me baking powder. Pra pluhur për pjekje. Nëse nuk keni dhe baking powder, mund ta zvendçoni me 1 lugafeje sodë buke. Jo të plot me maj, do e trazoni me lengun e limonit që të aktivizohet dhe të shkri mirë. Aty do vini re që do shkumohet dhe do fryhet. Shumë normale, ndaj mos u bën hiç merak. Si që kemi gati brumin, do vazhdojmë ta ndajmë në copa të vogla, ku 25 me 30 gram secila. Duke llogaritur se gjatë pjekjes do dyfishohen. Pra do i bëni në këtë mënyrë në topa të vegjël, pa i shtypur në këtë mënyrë që të dalin të buta brenda. Dhe kështu do vazhdojmë radhë derisa të mbarojmë. Ja pra ku i kemi gati, ka i gjithë brumi më dolën kaq gurabie. Me kujdes nuk duhet të thahen, i mbuloni mirë me një qesk. Nevojtet sheqer pluhur. Nëse nuk keni sheqer pluhur, mund të përdorni dhe sheqer të zakonshëm. Shikoni dhe gjatë video sepse kam bërë dhe me sheqer të zakonshëm. Të ngelet shumë sheqer pluhur mbi te, gjatë pjekjes mos të zhduket, pra të ngelen të plurosura dhe të bardha. Nëse shikoni që nuk ngjitet mirë sheqeri pluhur, spërkasni lehtë me pak ujë, i lyeni mirë bollshëm me sheqer pluhur ose sheqer të zakonshëm. Radhisim në tepsi duke lënë 1 gishtë e gjys vend bosh. Gjatë pjekjes të fryen dhe mos të ngjiten. Hekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 20 me 25 minuta. Pra këtu të dashur miq i kam lyer dhe me sheqer të kristalizuar. Duhet të ngjitet mirë sheqeri mbi te. Pjekim në të njëjtën mënyrë siç bërëm dhe më të tjerat. Pjekjes sheqeri nuk do shkri, ngelet kështu i bardhë siç e shikoni dhe në video. Mund ta shikoni dhe në fund të videos se si mbeten. Ja pra ku i kemi gati, pas pjekjes do i largojmë direkt nga furra. Do i lëm të ftohen mirë, më pas do i mbulojmë në një pjatë ose tas. Pas pjekjes sheqeri pluhur mbetet në këtë mënyrë, dalin shumë të buta dhe të shkrifta. Ta përshihem, provojeni që ta kuptoni dhe vetë. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ka pëlqyer për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëft të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë të gjofshim në recetën e radhës.